Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ruani nga pagjumësia, ja receta që u vendos në gjumë për 30 sekonda. Një shqetësim i zakonshëm që prek njerëzit është edhe pagjumësia. Nëse jeni ndër ata që vuani nga ky problem, në fakt ka ushqime të caktuara që trajtojnë pagjumësinë dhe ndihmojnë në të bëni një gjumë sa më të qetë. Këto janë disa nga ushqimet dhe recetat që ju ndihmojnë me gjumin, sipas Bright Side. Salmoni. Salmoni është i pasur me acide yndyrore omega-3 dhe vitaminën D, një kombinim i dobishëm për trajtimin e pagjumësisë pasi ndihmon në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar se nxit gjumin. Bajamet dhe arrat. Bajamet janë të pasura me melatonin, gjithashtu janë të pasur me magnez dhe kalcium, mineral që relakson muskujt. Arrat kanë veti të ngjashme dhe përmbajnë në tripofan, një aminoacid që shkakton gjumin. Gjithashtu arrat janë të pasur me acide yndyrore omega-3 që rrisin edhe më shumë nivelin e serotoninës. Çaji bimor. Çaji i kamomilit përmban doza të larta të flavonoidit apigenin. Nga njëra anë, flavonolet zvogëlojnë inflamacionin që shkaktojnë gjumin dhe nga ana tjetër, apigenin është një antioksidant që promovon përgjumjen dhe zvogëlon efektet e pagjumësisë. Lulet pasioni gjithashtu njihen për efektet që kanë ndaj pagjumësisë, ankthit dhe dhimbjeve. Kivi. Një studim tregoi se kivi ndihmon të flini më mirë dhe të bini gjumë më shpejt. Besohet se niveli i lartë i serotoninës në kivi është një arsye kryesore pse jep kaq dobi për pagjumësinë. Orizi i bardhë. Për shkak të niveleve të larta të glikemisë, orizi promovon gjumin cilësor. Një studim tregoi se fëmijët në 2 vjeç bënin gjumë më të mirë pasi kishin konsumuar produkte me indeks të lartë glicemik gjatë vaktit të mbrëmjes. Qershit ose lëngu i vishnjave. Qershit janë të pasur me fibër, antioksidant, vitamina dhe minerale, fal këtyre vitive, ato luftojnë pagjumësinë, ulin inflamacionin dhe rrisin nivelin e melatoninës. Bollguri. Tërshëra përmban edhe tripofan, gjithashtu është e pasur me vitaminën B3, e cila ndihmon në prodhimin e serotoninës. Kjo vitaminë është një mburojë mrekullueshme kundër kolesterolit dhe gjithashtu është një antioksidant i shkëlqyeshëm për organizmin dhe për rritjen e përfitimeve në cilësinë e gjumit. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban tripofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lumturisë dhe mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi mund të nxjisë gjumin edhe të ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji mentes. Çaji mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban tripofan, prandaj mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, 2 minerale që janë të aftë të relaksojnë muskujt për të siguruar një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, ai zvogëlon presionin e gjakut dhe entjen e veshka. Falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë tripofan, përveç 2 mineraleve kryesore për të relaksuar muskujt, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu sasia e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në ndjenjën e ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të fjetur më mirë. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi e shkëlqyer, sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin. Ai me dekafeinë është një alternativë shumë e mirë. Ky çaj relakson dhe largon stresin, duke ju ndihmuar të flini më mirë gjatë natës. Qumshti i bajames. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë. I pasur me magnez, qumshti i bajames ka provuar të jetë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka tripofan. Fali kësaj, trupi mund të prodhojë melatonin.
Ky hormon është helbësor për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse në trup, zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut pasi mund të ndihmojë në tretje, lehtësimin e tensioneve të brendshme. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë për shembull pagjumësia dhe ankthi. Peshku. Provat tregojnë se sa më shumë peshk të yndyrshëm të hani, aq më mirë do të flini. Peshku dhe vaji i tij përmbajnë yndyrna të mira të tilla si omega 3, të cilët kanë treguar se përmirësojnë cilësinë e gjumit. Qershit. Provat sugjerojnë se qershit përmirësojnë gjumin të rriturit e mëshuar, ndoshta për shkak të aftësive të tyre për të rritur nivelin e melatoninës. Përveç kësaj, ato përmbajnë magnez, i cili gjithashtu mund të përmirësojë gjumin. Qumshti i ngrohtë. Ulëntimet e kryera në vitet 1970 tregojnë se një qumsht i ngrohtë para gjumit mund të përmirësojë cilësinë e tij. Megjithatë, është e rëndësishme të mos e teproni për ta konsumoni brenda normës për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të sjellë një gjumë më të rehatshëm. Një shqetësim i zakonshëm që prek njerëzit është edhe pagjumësia. Nëse jeni ndër ata që vuani nga ky problem, në fakt ka ushqime të caktuara, të cilët mund të sjellin cilësinë tuaj të gjumit dhe të sjellin gjithashtu pozitivitet në aktivitetet tuaja, dhe ju bëjnë të keni një gjumë sa më të qetë. Këto janë ushqimet sipas Bright Side, të cilat do ju sjellin cilësinë e gjumit dhe do të mbajnë larg shqetësimin e pagjumësisë. Përfshirja e peshkut salmon në dietën tuaj. Ky peshk yndyror veçanërisht është i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe vitaminën D. Një kombinim i dobishëm për të trajtuar pagjumësinë pasi ndihmon në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar se nxit gjumin. Edhe bajamet dhe arrat gjithashtu janë në një zgjidhje shumë e mirë për ushqyesit e ditës. Bajamet janë të pasur me melatonin, gjithashtu janë të pasur me magnez dhe kalcium, minerale që relaksojnë muskujt. Arrat kanë në veti të ngjashme që përmbajnë triptofan, një aminoacid që shkakton gjumin. Gjithashtu arrat janë të pasur me acide yndyrore që rrisin më shumë nivelin e serotoninës. Çajrat bimor gjithashtu, siç është çaji i kamomilit, përmban doza të larta të apigeninës, element këto ushqyes shumë të rëndësishëm për cilësinë e gjumit. Spinaçi. Kjo perime jeshile është e pasur me magnez, i cili në mënyrë natyrale relakson nervat dhe muskujt për të qetësuar trupin dhe për të nxitur gjumin. Magnezi ndihmon në parandalimin e ngërçeve në këmbë për shkak të zakonshëm edhe të zgjimit gjatë natës. Përveç kësaj, spinaqi është një burim i mirë i kalciumit, i cili ndihmon trurin të përdorë tripofanin për të prodhuar melatonin, një hormon që do të nxjisë gjumin. Gjithashtu edhe gjalpi i bajameve do të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të përfshirë në dietën tuaj për të plotësuar kështu nevojën më të mirë të cilësisë së gjumit. Bajamet dhe arrat janë të pasur me magnez dhe aminoacide triptofan, të cilët ju ndihmojnë në të bëni një gjumë më të mirë. Këto fruta të thata janë të pasur me kalium, vitaminën B, të cilat rrisin ndjeshëm efikasitetin e gjumit. Qershit. Qershit janë një ushqim fantastik që ju ndihmojnë në të flini më mirë. Ato përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili qetëson sistemin nervor dhe kështu ndihmon kundër pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Gjithashtu shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ju ndihmon të flini gjumë. Ulëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë pasi pinin çdo ditë për 2 javë 2 gota me lëng qershie. Kivi. Kivi është i pasur me fitokimikate, të cilat janë antioksidantë të fuqishëm që nxisin gjumin. Kivi është i pasur me serotonin, ashtu si ananasi, bananet, kumbullat, arrat dhe domatet. Për shkak se serotonina nuk mund të kapërcej barierën gjak tru. Përmbajnë edhe sasi të lartë të antioksidantëve të frutave në përgjithësi për një gjumë më të mirë. Studimet tregojnë se gjumi i parehatshëm është i lidhur me nivele të ulta të antioksidantëve. Nëse doni një gjumë më cilësor dhe një jetë më të shëndetshme, atëherë fokusoni te produktet sa më natyrale. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.